Kur thoni zoti Haradinaj që janë paguar me para apo joshje të tjera, çfarë konkretisht? Për ta thënë sa më thjesht. Ata janë mjeron, ata janë kryma. Ka që janë pagu me kaj kartel telefoni, me disa shpenzime për bara të mjeku, por fundin e kanë pas ata që duke shpresu që këtë janë dëshmitar, pastaj do të rrezikojnë e do të kërkojnë azilin jashtë. Prandaj këta janë mashtru dhe llogarit për këto gjëra ata sot duke mos llogaritë domi që bëhet Kosovës. Unë mendoj Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Pietri dhe Cali janë emra. Aty nuk janë sulmu këta si individ. Ata janë Kosova, janë përthama dhe cak i sulmit të kësaj që ka të është Brumi që ka Sollirin. Ata janë individ. Prandaj thjesht për t'i plotësuar kushtet në këtë gjykatë, për me qenë potencialisht i mundshëm kandidat për akuzë, duhet të jesh spari shqiptar i Kosovës dhe duhet të jesh antar i UÇK-s. Për ndryshe nuk i plotëson kushtet të ta. Duke qëndruar te politika. Nuk ka lidhje nëse ti ke bën ndonjë krim, përveç spesmesioni UÇK-ti nuk trajtohesh për kësaj gjykate. Pra duhet këto janë kushtet që ti jesh pjesë e asaj gjykate. Jo, për çfarë po them është edhe selektive brenda llojit, është selektive brenda nesh, o fyse. Prandaj qëllimi i saj është edhe ta ul dinitetin e asaj që e solli lirin dhe asaj të cilën shtetet e NATO bashkarisht u bindën nga UÇK-ja dhe në fund kanë mërrit që UÇK-ja me vendosë dhe për cacit të cilat do të bombardohen në Kosovë me direktivat që i ka dhënë. Dhe tani është absurditet kjo. Ndërkohë ka një zhvillim shumë të fundit, do dua pak një koment nga ty zoti Haradinaj, sepse kolegët tanë në Kosovë kanë zbuluar diçka më saq nga Nacionali, kanë zbuluar diçka pasi gjyqtari i procedurës paraprake për rastin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit për pengim të drejtësisë pa kohë më parë përfshirjen në diskutim politik që zhvillohej online në rrjetet sociale, gjyqtarja dhe prokurori i Hagës janë aktiv. Ajo ka pëlqyer një postim ku është përfshirë dhe presidenti Aleksandar Vučić. Gjyqtarja nga Franca, Marcelo, ka pëlqyer postimin e emisarit Francës për Ballkanin Perëndimor, Trokaz, i cili ishte takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Tani çfarë është kjo? Kjo është e mirë që ka ndodhur tash opinioni, për mua nuk është as pak befasuese, po kjo brumin e ka. Brumin e kanë nga Aleksandar Vučić, Ivica Draçun, se flasë prokurorët e tyre Vukčević. Brumin e kanë nga që ngrit aty. Prandaj u them, këta çaq janë të paskrupull, sa as nuk e çojnë kokën edhe mu orientu politikisht. Mos harroni se edhe këta akuza Thaçit kur ngrit, o ngrit mas boj përmes mediave. Po. Prandaj kjo është absurditet. Kjo do të jetë edhe turpi i vetë këtyre shteteve që financojnë i Evropës në shekullin 21 Këshilloj Drejtësia, unë po them që nuk ka pas as mesjet. Kaq vullgare dhe kaq absurde që nuk me asnjë formë drejtësie kjo thashë edhe kjo gjithçka është vetëm drejtësi nuk është. Kjo thjesht ata po ja organizojnë si grup kriminal i organizuar, unë po them që këta vetë janë grup kriminal ekonomik i organizuar dhe politikisht Kosovën ta ulin si shtet duke thujë që ngrit shtetësia e Kosovës mbi bazën e grupi kriminal, pra që don me ulë edhe dinitetin ton kombëtar dhe dinitetin ton luftarak që është UÇK-ja. Zoti Haradinaj, rikthehemi pak tek politika që ti e përmendë. Çfarë nuk ka ose çfarë duhet bëj politika në Kosovë? Politika në Kosovë duhet bëj këtë të kundër që ka bëu dhe sot. Po them të kundër, s'kan bë asgjë. Duhet që të kërkojnë spori llogari trenda villosh kryetari gjykatë të jep në parlament derisa thotë jemi gjykatë e Kosovës. Prandaj të raportoj të paktën në parlamentin e Kosovës. Të shkojnë përfaqësues tonë të jashtë diplomatike të bëjnë punën e vet me shtetet të cilat janë të investuar dhe të sqarojnë se ku është çështja. Po derisa kërkush nuk i njërohet, kërkush nuk bën diçka për to, është ajo thënia popullit, fëmia që nuk kërkon, nuk qan, nuk merr as nga nëna vet. Ndërkohë, padyshim edhe opozita ka bërë atë që duhet, PDK-ja, si ka qenë qëndrimi PDK-s për ty? Unë mendoj që edhe PDK-ja nuk ka bërë ato çka është me bë, pa marrë parasysh që në opozitë kanë mujt me bë më shumë. Prandaj uroj dhe shpresoj që disa njerëz që tani janë zgjedh, jo vetëm PDK, po
dhe në për disa struktura besoj që do ta bëjnë ato që duhet me bë, fundit do ta kryejnë obligimin qytetar për shkak të thirrë dhe i kanë marrë votat. Sepse janë thirrë që do të bëjnë që mos për gjykatën që ta nxjerrin fytyrën e vërtet të kësaj gjykate. Edhe pse dita ditës kjo gjykatë për nxjerr vetes, mosken pjaqir mosken, por janë që njerëzit i kanë 5 vite mrena. Dhe janë 5 vite jetë humbje dhe ku llogaritë 7 vjet, ka 5 vjet deri sot janë 35 vite humbje jete. Zotë Haradinaj, do duhet kthehem pak pas kohë, 26 vjet më parë. 24 marsin e të nëntës. Më trego pak para të ditë. Simbolikisht kam 3 dëshmorët e parë të betejës 24 marsit, që janë Timo Haradinaj, Gazmend dhe Agron Mehmetaj. Prandaj sot sapo kem aty të bëjmë homazhet, kështu që u tërheqa pak për hir të intervistës suaj. Sot ka bën ndërrim, ishte edhe presidentja, ishin njerëz me kompetencë. Kjo është një që e bojmë vazhdimisht vit për vit e bojmë këtë manifestim. Prandaj sot është një ditë ku unë mendoj pas betejës së Ashrajeve, Kosovës, po edhe shqiptarisë ju dha që lufta nuk ka përfunduar, nuk kanë mujt me përfundu luftën me likvidimin e Ashrajeve, dhe që lufta është gjallë dhe odez dhe më shumë. Prandaj unë mendoj që është simbolik për gjithë shqiptarinë, jo vetëm për pjesën tonë duka qenë në Glloxhan, por për gjithë shqiptarinë. Një betejë e fitune dhe një ushtri e thyrë, një ushtri dhe polici e thyrë me turp nga 7-8 persona. Por, duke rukëthyre pak të nisja e sulme, zotë Haradinaj, të NATO-s, më trego pak personalisht atë moment, të ju keni qenë, pa dyshim keni qenë në teren duke luftuar gjitha gjërë, por kur u morë lajmi që NATO dhe presidenti Clinton dha lajmi që do sulmojmë Serbinë, Jugosllavinë, më tregoni pak si e morët vesh? Thëm drejtë në kom ditë një 8 orë, në morë ma përpara që në lidhët e mija që ishin me shtabin e përqeshëm dhe me njerë që bisedonim aty, kom ditë që do saksisht. Dhe për ne ka qenë një njëm shumë e madhe, kjo nuk më hodë, por për mu ka qenë një truf i suksesit që u që ka men fund bildi botën që nuk është ushtri kaçakers, por bildi botën që jem të i bo një luftë shlenëtare dhe menoj që ju dha grushti i fundit kasapet e Ballkanit që boni 5 lufta në Ballkan Miloševićit. Por, fatmirësisht, ju dha edhe shumë bashkëpunëtorëve kujslimve këtu shqiptarë që bashkëpunonin me të, e mershin pjesë edhe në për organizimit e tij si që në Gazemistan e tjerë. E kuptoj, por ai momenti i pari sulmi ku ju gjeti, ku nisi sulmi parë? Por sulmi ka gjetë se dysh, kufi me Shqipëri Kosovë. Aty keni qenë ku ka nisë sulmi parë? Po, aty e bikon duke përgatit, ishim edhe ne të përgatit, sepse unë kisha dalë me përgatit sulmin e pjesën e Koshorës, ne që ne mobilizoheshim, prandaj ajo ndodhi dhe ishte shumë mirë, por ishte kohë vështirë, në atë kohë ishte burë e madhe, me 24 mars ka qenë shumë burë e madhe, po ja që ka i herë edhe natyra dhe koincidencion ishte mund datën e betejës së Dukaqinit.